Kur Bora flet më shumë se fjalët, dritat e qytetit binin mbi Borën që binte pa pushim. Çdo copës e bardhë dukej si një kujtesë e butë, e heshtur, e asaj që nuk mund të thuaj me fjalë. Alba ecte ngadalë mbi rrugën e mbuluar nga Borë, duke ndjerë ftohtësinë që i depërtonte deri në kocka, por edhe një lloj qetësie që nuk kishte ndjerë prej kohësh. Ai moment ishte i çuditshëm. Shtëpia, qyteti, bota e tërë dukeshin të heshtura, si e gjitha të ishte bërë vetëm për ta. Dhe aty, përballë saj, ishin Limi dhe Londrimi. Ata ishin duke biseduar, duke qeshur her pas here, por ishte një lloj qetësie që Alba nuk e kishte parë tek ta prej kohësh. Ajo ndjeu një dridhje të brendshme që nuk mund ta shpjegonte. Zemra i rrite fort dhe mendja e saj përplasej mes dy emocioneve, dhimbjes që vinte nga shikimi i tyre bashkë dhe një dëshire të zjarrt që të afrohej dhe t'i ndante me ta diçka që nuk mund të thoshte me fjalë. Alba i pa sytë e Limit, të fryrë nga pritja, nga zhgënjimi dhe gjithçka që kishte ndodhur mes tyre. Aty ishin edhe shikimet e Londrimit, të qeta por të vendosura, që shprehnin një përkujdesje të heshtur dhe një kujtesë të vazhdueshme, që Alba nuk ishte vetëm, ajo e dinte se momenti ishte i rrezikshëm. Çdo hap që bënte mund të interpretohej. Çdo fjalë e nxjerrë mund të krijonte tension. Por zemra i thoshte diçka tjetër. Një thirrje që nuk mund ta injoronte. Po, murmuriti ajo në vetvete, duke marrë frym thellë. Nuk mund të rri më larg, Bora vazhdonte të binte. Çdo copës që binte mbi flokët e saj, mbi duart e saj, ishte si një kujtesë e pastërtisë, e një mundësie të re. Ishte një moment që i thoshte, ec, Alba. Mos kthe pas. Ajo bëri hapin e parë. Jo shumë larg, por mjaftueshëm që ata ta ndjenin praninë e saj. Londrimi e pa i pari. Shikimi i tij u shtriu mbi të me një kombinim kurështie dhe kujdesi, sikur të kishte kuptuar çdo ndjesi që ajo kishte mbajtur brenda. Alba, tha ai, me një zë të qetë, por të mbushur me pyetje të heshtura. Çfarë po bën këtu? Po vi ata. Ajo ndaloi, sepse zëri i saj u thye nga emocioni, thjesht po vija të jetoja këtë moment. Limi e pa pak nga larg, duke kuptuar se ndonjëherë fjalët nuk mund të përshkruanin gjithçka. Shikimi i tij ishte i mbushur me emocione të përzierë, zhgënjim, kujdes, nostalgji, por mbi të gjitha një dëshirë për t'u afruar sërish. Alba ndjeu se zemra i dridhej nga të dy, por një ndjesi e veçantë i mbushi gjoksin. Ishte dëshira për të bashkuar diçka të ndarë, për të shtrënguar diçka që e kuptonte, që e kishte mbajtur në mendime, që e kishte pritur, ose që kishte qenë aty kur kishte pasur nevojë. Do të nisi ajo, por pastaj heshti. Lotët i rridhnin lehtë në përfaqe, duke i bërë sytë të shkëlqenin në Borë, ndërkohë Limi e kuptoi se ajo donte të shprehte diçka më shumë se fjalët. Ai u afrua, por jo për të ndërhyrë. Ai e la hapësirën e duhur, duke kuptuar se momenti ishte i saj. Londrimi, nga ana tjetër, qëndroi pak më larg, duke respektuar dhimbjen dhe vendimin e saj. Alba mori frym thellë. Zemra i rrite fort. Dhe për një sekond të vetme, gjithçka u ndal, Bora, dritat, zërat e qytetit. Vetëm 3 shpirtra dhe një moment i pafajshëm ku mund të përballeshin me ndjenjat e tyre. Ajo ju afrua Limos dhe, pa fjalë, e shtrëngoi fort. Një shtrëngim që nuk kërkonte fjalë, që tregonte më shumë se çdo bisedë që kishin bërë. Një shtrëngim që thoshte, unë jam këtu. Unë kam qenë duke pritur. Dhe ndoshta, edhe ti mund të kuptosh se nuk jam larg. Limi e ndjeu menjëherë atë energji. Nuk ishte vetëm një përqafim i zakonshëm. Ishte një komunikim i heshtur, një mënyrë për të ndarë dhimbjen, shpresën dhe ndjenjat e prapambetura. Ai e shtrëngoi lehtë, por me një ndjesi të thellë, duke i treguar se ishte aty. Londrimi e pa këtë moment dhe buzëqeshi me një ngrohtësi të brendshme. Ai nuk ishte xheloz, nuk ndjehej i larguar. Ai e kuptonte fuqinë e këtij çasti. Kuptonte se ndonjëherë shpirtrat lidhen jo me fjalë, por me shtrëngime, me praninë e heshtur, me një moment që mund të ndryshonte gjithçka. Bora vazhdonte të binte rreth tyre, por nuk ishte më ftohtë. Nuk ishte më vetëm një sfond i qytetit. Ishte diçka që i bashkonte, që i bëri të ndiheshin të gjallë, të kuptuar dhe të lidhur me njëri tjetrin në një mënyrë që nuk mund të përshkruaj. Alba e ndjeu atë energji dhe për një moment heshti plotësisht. Lotët i ranë, por jo si dhimbje. Ishin një dëshmi e forcës dhe pranisë, një mënyrë për të thënë se ndonjëherë nuk ka nevojë për fjalë. Vetëm përqafimi, shikimi dhe pranimi i ndjenjave të tjera janë të mjaftueshme. Limi dhe Alba qëndruan aty për disa çaste të gjatë,
ndërsa lëndrimi qëndronte pak më larg, duke i lënë të dy të përjetonin momentin. Ishte një heshtje e ngrohtë, e mbushur me emocione që nuk mund të shpreheshin me fjalë. Nuk e dija që një shtrëngim mund të thoshte kaq shumë, murmuriti Alba në vetvete, duke ndjerë se çdo dhimbje e kaluar kishte çuar në këtë moment, dhe aty, në borën që binte lehtë, me qytetin e heshtur rreth tyre, ata ndan një moment që nuk do të harrohej. Një moment që tregonte se ndonjëherë fjalët nuk janë të nevojshme. Vetëm pranimi, përqafimi dhe pranimi i ndjenjave janë të mjaftueshme për të kuptuar njëri tjetrin.